Vaji i farës zezë ndihmon në forcimin e kockave, sidomos tek femrat pas moshës 30 vjeçare. Fal përbërësve të tij natyral, ky vaj fuqizon densitetin kockor dhe ndihmon parandalimin e dobësimit të kockave. Një studim i publikuar në revistën Complementary Medicine and Therapies analizoi efektin e vajit të farës së zezë në densitetin e kockave tek femrat. Rezultatet treguan se konsumimi i përditshëm i vajit të farës së zezë përmirësoi ndjeshëm densitetin e kockave. Efekti i tij antioksidues dhe antiinflamator ndihmon në ndalimin e humbjes së masës kockore, duke bërë këtë vaj një mbështetje natyrale premtuese për shëndetin e kockave tek femrat, veçanërisht në periudhat me rrezik të osteoporozës. Ky vaj ndihmon në parandalimin e inflamacionit që dëmton indin e kockave, përmirësimin e absorbimit të kalciumit, parandalimin e humbjes së densitetit të kockave që ndodh shpesh pas menopauzës. Në disa studime është vërejtur se vaji i farës së zezë mund të rrisë densitetin e kockave me 15 deri në 25% në varësi të dozës dhe kohëzgjatjen e përdorimit.